Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu I lartësuar thot, falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Në fen që Allahu I lartësuar u caktoi profetëve dhe I porositi për respektimin e saj, I porositi për ndjekjen e saj, ftoi njerëzit. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Dhe përmbaju fesë drejt ashtu siç I urdhëruar. Wala tattabi' ahwa'ahum. Dhe mos ndiq dëshirat e atyre që u përçan në fe, që devijuan nga e vërteta, që u hyn dyshimet në çështjet e fesë, mbasi e njohën të vërtetën që sollën profetët e Allahut. Ky është ajeti që përmban 10 shprehje. Çdo shprehje në këtë ajet është një mësim vete. Përcjell një çështje të veçantë. Ky ajet, kanë thënë dietarët, është I ngjashëm me ajetin Kursi, duke marrë parasysh aspektin që përmban 10 shprehje. Dhe secila shprehje është një mësim vete, trajton një çështje të veçantë. Atëherë çështja e parë që ka përmendur Allahu I lartësuar në këtë ajet është thirrja në fenë e drejtë, në të cilën kanë qenë të gjithë profetët e Allahut. Në fenë islame pra, se të gjithë profetët e Allahut kanë qenë në islam, kanë qenë muslimanë. Kjo është feja që Allahu I lartësuar u ka caktuar të gjithë profetëve. Allahu I lartësuar I ka urdhëruar të gjithë profetët që të ndjekin këtë fe, që t'i përmbahen kësaj feje. Feja e gjithë profetëve ka qenë një. Kjo na bën ne muslimanët që të ndjehemi krenar, se jemi në fenë që kanë pas të gjithë profetët e Allahut. Fenë e vetme që Allahu I lartësuar e zgjodhi për njerëzit, feja e vetme pranuar tek Allahu I lartësuar. Thirrja në rrugën e Allahut të lartësuar është detyrë, sepse Allahu thotë falidhalika fad'u. Pra, në fenë e drejtë që Allahu caktoi profetëve dhe I porositi që ta ndjekin, ftoi njerëzit. Kështu që thirrja në rrugën e Allahut është detyrë. Por për një pjesë të ummetit është detyrë kifaje, farz kifaje. Për pjesën tjetër është farz ain. Farz kifaje ka një pjesë e ummetit që të merren vetëm me davet, vetëm me thirrjen në rrugën e Allahut. Pjesa tjetër e ka detyrë sipas mundësisë, aty ku ndodhen, në pozicionin që janë, secili të ftojë në fenë e Allahut, të urdhërojë për të mirë, të ndalojë nga e keqja. Thirrja duhet bëhet në të vërtetën, në fenë e drejtë. Jo në fetë e kota, jo në shirk, jo në devijime, jo në bidat. Po të bëhet thirrja në rrugën e drejtë. Prandaj duhet që ta njohim të vërtetën. Sa ai që nuk e njeh fenë e drejtë, ku do ftoj? Në çfarë do t'i ftoj njerëzit? Dhe thirrja duhet bëhet me urtësi. Siç ka thënë Allahu I lartësuar në Kur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshill të mirë dhe dialogo me ta me mënyrë më të mirë. Ti ftojmë njerëz në rrugën e drejtë me dije, me argument, me arsye. Ti këshillojmë duke përmendur citatet e Kuranit dhe Sunetit që nxisin për të bërë vepra të mira dhe
që i friksojnë njeriu nga veprimi i gjunaheve, që përmendin dënimet dhe pasojat e gjunaheve, të dialogojmë me ata që se pranojnë të vërtetën, por me mënyrë më të mirë, me të butë dhe me të mirë, duke pasur synim që të shfaqet e vërteta, me një komunikim shumë të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka përmendur dhe shpërblimin e madh që ka thirrur në rrugën e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Kush thot fjalë më të mira se sa ai që fton në rrugën e Allahut, punon vepra të mira dhe thot që unë jam prej muslimanëve. Gjithashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Le të jetë për jush një grup që ftojnë në rrugën e mirë, që urdhërojnë për të mirë, që ndalojnë nga e keqja. Dhe këta janë të shpëtuarit, këta janë të fituarit. Atëherë thirrja në rrugën e Allahut, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, është një nga veprat që e bën njeriu në fitimtar. Shpëton para Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe bëhet banor i xhenetit. Allahu na lehtësoft të thirrjen në rrugën e tij. Allahu shpëton të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.